ne besojmë që është pikërisht lëvizja vetëvendosja ajo që ka bllokuar komplet proceset. Ne besojmë që është lëvizja vetëvendosja ajo cila është përgjegjëse për stagnimin institucional edhe stagnimin e zhvillimit në vend për 16 muajt e ardhshëm. Kjo për arsye të ndryshme, mirë për para zgjithash për shkak të një tendence që të aglabroj komplet pushtetin në vend, do më thonë për shkak të një mosgatishmërie për kompromise politike cilat kishin mujt me qunë në zgjidhjen e ngërçit politik. Edhe kjo është po mirë filli prej qytetarëve për muajt të tërë. Do më thonë që në momentin ku lëvizja vetëvendosje ka zgjedhë qeverinë pa një marrëveshje politike me partitë e tjera politike, mirë po ka zgjedhë kryen veti, do më thonë që aty i ka thonë blok procesit për zgjedhjen e presidentit të vendit. Kështu që fajtori kryesor dhe i vetëm për bllokimin institucional të 16 muaj është lëvizja vetëvendosje dhe për këtë besoj qytetari nuk ka dyshim. Ndërkaq që ka gjëra të tjera për cilat shquhet lëvizja vetëvendosje gjatë kësaj periudhe, gjithsesi kemi kaluar në disa mandate qeverisëse, secili më i shkurt se tjetri, ndër të tjera shquhet për një izolim ndërkombëtar, do të thonë prishet e aleancave ndërkombëtare, prishet pozicionimit të Kosovës, të institucioneve qeverisë të Kosovës në aleancat ndërkombëtare. Do të thonë është akt historik që një kryeministër i vendit të Kosovës për 6 vjet qëndroi në qeverisje dhe asnjëherë mos ndërtoi marrëdhënie diplomatike me Shtëpinë e Bardhë, me Departamentin e Shtetit Amerikanë të tjera. Është gjithashtu historike dhe është e pa dëgjuar deri më tash që të marrë kritika dhe vlerësime negative edhe të shquhet për një faktor dekonstruktiv kryeministri i Kosovës nga aleatët tonë ndërkombëtar. Gjithashtu, kjo qeverisje do të mbahet mend për një përbaltje të vlerave të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne kujtojmë që lirinë që e kemi të falendëruar para zgjedhjes sakrificës së popullit të Kosovës, edhe të drejtuar nga ushtria lirimtare e Kosovës, edhe është pikërisht kjo qeverisje që ushtarët lirimtarë të Kosovës i barazon me zullumçar, do të thonë qunë ushtarët zullumçar, që është mendoj njëri prej skandaleve madhore se për këtë vlerave tona kombëtare që i kemi. Ndërkaq veç edhe një fjali të fundit për referona para folsës, për këtë skemave sociale, nuk ka dyshim që skema sociale janë një përpjekje për blerje të votës nga ana e kryeministrit në detyrë dhe qeverisë në detyrë. Skema sociale janë një lloj tendence që ta bëjnë qytetarin të varur nga pushteti, në një formë se një tjetër. Mendoj që ka dhe probleme ligjore se për këtë ndarjes së skemave sociale në kohën e zgjedhjeve, do të thënë fushatës zgjedhore, edhe mendoj që është një lloj